Selamu alaikum hoxh. Në i hoxh, kush që ma kishe propozu për rukje? A ki në i hoxh që ma propozon për rukje? Aleikum selam, rahmetullahi barakatuh. Jo, nuk kam emër konkret, edhe nuk du të përmendi emra konkret, për arsye të dobive të cilat afatgjate të cilat unë isha, për arsye që mës me u konsideru si një lloj reklame, ose pse jo nesër mas nesër dhe demantimi ose hoqë më ke qua atje dhe së mdull që ashtu ose pata këtë rusat problem me ta. Çfarë themi neve? Neve themi, është këllaj kjo punë, e shef se sa të sinqert janë në veprimet e tyre ata hoxhallar, e shef se me çka lexojnë pastaj dalin fjalët si për mirë si për keq. Ma mirë plus të këshillaj me shku te një hoxh i afërt ytje dhe në privat me pyet. Jo kështu në për publik, edhe ndoshta të orienton ai. Plus tjetra tham në çdo qytet ka alhamdulillah hoxhallar që merren me këtë çështje. Hoxhallar të cilët vendosin çmime të shtrejta për me shku ti ati. Unë tham që me ju ik atyne. Nuk jam kundër marrjes së dhuratave, por jam kundër shifrave marramense që të ngratët njerëzit me kur kanë nevojë janë gjendje me pranu shifrat të tilla me pagu. Tjetër është nëse vjen hoxha të ka arë në gërbet edhe ke pagu hotelin e ato këto sen, edhe pse këto nuk i preferoj këto stile, këto forma. Rukja nuk ka njeri në fuqit veçant që më ardha aty të tin hotel me najt 3 ditë ose një javë dhe mi pagu 4-5.000 euro edhe me mendu që ai ka me ta kap me dorë krap edhe me ta heke gjinin. Jo. Këshilloni me hoxhallarët përmes rrjeteve sociale se rukja është një terapi që të këshillon hoxha, të lexon Kur'an, pastaj të këshillon çka me bë, si me vazhdu terapin, edhe me lehtë Allahut me u bë sebeb vetë me u shëru. Domethënë Allahu azza xal të shëron, po ti ilaçin me lyp vet. E jo që vjen një hoxha një herë të lexon 1 orë ose 2 ose 5 ose 10 orë dhe tash ti me një herë sikurse këtë rrobën që e hek prej trupit që ashtu ka me tu hek, ai problem. Prandaj keni kujdes, ta gjojmë një mesatare.